General, po kthehemi prapë te ti. Në deklaratat e fundit të kryeministrit Albin Kurti, ai ka thënë që duhet të hetohen të gjithë kriminalet e luftës. Po ka thënë që duhet të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor konsiderohen to që duhet të pastrohen nga kriminalet e luftës dhe të paqes. Deklaratë që duhet parë si pozitive në qëllim, por nëse e interpretojmë në realitet, atëherë është pak, besoj që duhet edhe media, edhe vetë të kryeministri unë ta sqaroj, sepse në rajon vende me kriminal të supozuar nën akt akuzë, sot e ke veç Kosovë. Nëse ka aludur në Vučićin që është e vërtetë se ka qenë në luftën e Bosnës Gebels i Miloševićit, ashtu edhe në Kosovës, ai nuk ka akt akuzë. Dhe nuk akuzohet, as nuk supozohet për kriminal. Derisa s'ka akt akuzë. Nëse mendohet në Dodikun e presidentin e Republikës Serbe në Bosnë, asaj nuk ka akt akuzë. Të vetmit në republikat, shtetet e Ballkanit perëndimor që janë liderët e luftës, edhe shtetëror të Kosovës. Ende janë në akt akuzë dhe në proces gjyqësor. Ka luftetarë që kanë qenë edhe udhëheqës që janë sot pjesë e institucioneve të shtetit, siç e ke për shembull Ramosh Haradini, deputet në parlament, e të tjerë, s'po përmend më shumë emra, por që janë përballë me drejtësinë. Dhe derisa nuk ka një vendim të formës prerë të gjykatës të Tribunalit Special për Kosovën, që kemi kriju vetë në Hagë, atëherë këta duhet mbrojë respektuar prezumimin e pafajësisë tyre. Dhe nuk mund të identifikohen si kriminal. Pa marrë parasysh emocioneve, përplasjeve politike që kemë. Pse? Sepse këta njerëz nuk janë ma vetëm individat, por janë me përqësinë që kanë bartë në periudhën e luftës apo edhe të pas luftës. Dhe kjo me automatizëm e njollos se cilin nga neve që kemi qenë pjesë asaj lavdije dhe ati nderi, që mendoj se vlerë ma sublime kombit tu, nuk po flas veç për Kosovën, sepse nga këtu kemi filluar gjithçka. Doktor? Gjykoj se Zoti Kurti nuk mund ta ketë fjalën për ata të cilët janë sot në Hagë dhe që në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar janë të pafajshëm gjersa të provohet fajësia e tyre. Kjo është e vërteta. Dhe ky parim, pse janë të burgosur, nuk i bën ata kriminal. Shembull më tipik është Ramush Haradina, i cili ka shkuar 2 herë në procese dhe ka dalë 2 herë. Ka mbajtur burg, por ka dalë i pafajshëm. I pafajshëm, kjo e para. Por unë e vlerësoj thirrjen e kryeministit të Kosovës. Sepse në qoftë se sot jemi pa një pabarazie, duket që janë vetëm shqiptarët, kjo është absolutisht për një përgjegjësi të madhe të jashtëzakonshme të vetë shqiptarëve. Ta themi atë që është. Se në qoftë se unë do të votoja një ligj në parlament dhe do e votoja, nuk mund votoja kur një ligj të njanshëm. Njeriu ka një ndërgjegje dhe i ka pak gjëra mbi të cilat nuk shkel kurrë. Se këtu kemi bëjmë me një parim. Çfarë do të thotë të dënoj unë një kriminal shqiptar, të mos dënoj unë një kriminal tjetër për të njëjtin krim? Këtë nuk e lejon ndërgjegja njerëzore. Nuk e lejon ligji ndërkombëtar, nuk lejon ty të parashkruash atë që ka kryer krime kundër njerëzimit pavarësisht nga kombësia. Dhe ata që votuan ligjin për gjykatën, në qoftë se vërtet e lanë të nënkuptuar vetëm për shqiptarët, ata bën një gabim për mua të rëndë. Thirrja e Albin Kurtit adresohet direkt për Aleksandar Vučićin. Po pse për Aleksandar Vučićin? Aleksandar Vučić është i regjistruar me zë dhe figurë kur thot
për një serb të vrarë të vritë 100 musliman. A e din nga ka marrë Vučići këte? Duhet me o thonë publikus se është naziste tipike. Nazistët e kanë pas këte. Që po na vrave, nuk të prekim, por po na vrave, do të vrasim 100. Një po na vrave, 100 do të vrasim. Ky është e ligji nazistëve. Kjo të notë kjo. Për një musliman, për një serb, do vritë 100 musliman. Së dyti, në qoftë se bëhet fjalë për bllokim të drejtësisë, nuk janë kriminal lufta ata që fshehin varrezat e të zhdukur nga Kosova. Sigurisht janë kriminal lufte. Dhe vendi duhet pastruar prej tyre. Kriminalet e paq, pa diskutim, duhet denu. Por duhet denu, mirë po këtu kjo nuk mund të kaloj. Unë kam ndjek me shumë interes nismen për denimin e genocidit serb në Kosovë. Nuk flihet mbi varreza, mbi të vdekur. Sigurisht që duhet denuar genocidi serb në Kosovë. Genocidi serb harroi njerëzit. Nuk lexojnë. Pa e dini ju që në librat e shkruara për genocidin, genocidi i Lums, nga ushtrit serbe që erdhen nga Kumanova, ka qenë më i tmerrshëm i kohës. Më i tmerrshëm. Dhe është i dokumentuar në çdo libër. Po të lexosh për luftën e parë botërore dhe luftën ballkanike, genocidi i Lums, dhe jo vetëm i Lums, po i zona i Peshkopisi, zona rreth Prizrenit, është genocidi më i tmerrshëm që është kryer gjatë asaj lufte. Serbët kanë kryer genocidën ndaj shqiptarëve. Edhe këto janë të dokumentuar. Ky Lums është jashtë por raporti i përgatitur, është i përshkruar nga Trotski, edhe të tjerë, por raporti i përgatitur nga Endowment, Instituti Endowment i sponsorizuar, sepse ai raport ka qenë komision ndërkombëtar, në mos gabon, nuk gabon, me jurisht më të shquar nga 5-6 vende. Ai ka hetuar dhe ka konstatuar genocid. Genocid me përqindje më të madhe shkruar në zonën e Manastirit. Nuk parashkruhet genocidi. Në qoftë se Kosova ka një vështirësi teknike, Shqipëria nuk ka asnjë vështirësi për ta paditur Serbinë për genocidin e Lums. Ndaj dhe Vučići mos bëhet avokat i genocidit të kombit tij, por të kërkoj që të mos ketë abuzime, të kenë dokumenta dhe se ai do studiohet. Nuk mund shkojë domethënë. E ka sot Edi Ramën mik që shkel mbi eshtrat dhe gjakun e shqiptarëve, por nesër do ketë një shqiptar, siç është Albin Kurti në Kosovë, do jetë në Shqipëri dhe kjo do ndodh. E përmeni doktori 2-3 herë fjalën oficer. Ti një kohë ke qenë oficer general në FSG dhe ke qenë këshilltari i ministrit të mbrojtjes Ruslan Berisha. Të kujtohet një kohë kur forcat serbe e kanë kërcënuar Kosovën dhe kanë larë deri në verit të kufirit? Para se ta ja përgjigjen të du ta theksoj edhe një diçka lidhur me këtë që foli edhe doktori për genocidin. Ne dim se tribunali i Hagës ka qenë një tribunali special, ose dhomat speciale, si po quhen me terma të ndryshme, për Kosovën ka ardhur si rezultat i pretendimeve të dikmartit. Dhe mendoj se secili pushtetar, cila do qoftë partitë që kanë qeveri, për të demantuar, atë është dashur që detyrimisht ta votojnë krijimin e këtij tribunali. Ajo çfarë është shqetësuese është se kur filloi të përgatitet padia, i kem deklaratat e Williamson në raportin e tij që thotë nuk ka fakte për ngritjen e padijes. Por
Pasi filloi të ndërtohet padia ndaj atyre që sot janë të akuzuar në Hagë, askund në këtë akuzën e tyre s'ka diçka lidhur me pretendimet e Dick Martit dhe raportin që u miratua atë. Pra, ai raport ka qenë dëmi më i madh, mendoj unë, në aspektin diplomatik dhe politik ndaj Kosovës që është bërë. Dhe sot është kaluar, janë shtuar aty në 12 deri në 16 dhe në futë edhe vepra tjera të supozuara deri në dhjetorën e vitit 2000. Mirë po, nuk ka një vendim të formës prerë që spastron Kosovën dhe u çeken luftën tonë të pastër nga pretendimet e Dick Martit ende. Dhe këtu duhet konsistojnë edhe vetë qeveritarët tonë, edhe ndaj tribunalit special që të ketë diçka tillë. Tjetër, është e vërtetë se mund të interpretohet qëndrimi i zotit Kurti se ka qenë në adresë të Vučićit edhe ngjasojnë fjalët, i takojnë ato fjalë që thuan. Por realiteti është se janë vetëm lider të UÇK-s për moment. Po, dhe është flet për rajon. Është dashur për rajonin. Është dashur të bëhet një ndarje. Të sqarohet kjo. Për mendimin tim. Kurse sa i përket